Dhe saj shtëpia Alba, pra çfarë çoi atë në shpërtimin e fundit emocional pra që pati mes tyre, pra mes Limit dhe Albës? Pabesueshmëria që ka Limi ndaj Albës, lojrat e Limit që bënë sikur ka simpati edhe për Limi, e them se është një djalë që është i lëvizshëm, i cili shpesh herë paraqet pëlqim jo vetëm për Albën, por paraqet pëlqim edhe për gocat e tjera, thotë kam pëlqimin në mënyrë shoqërore, por kjo nuk është e mundshme që një vajzë i ke propozuar dhe një vajzë ta ka pranuar propozimin dhe ti thuash tani më pëlqen ajo, apo më pëlqen kjo, apo po drekoj me këtë, apo dua të drekoj me këtë, pavarësisht se formati ka rregulla dhe ndonjëherë të cakton dhe vetë drekosh dhe në këtë drekosh, por dhe ti duhet se si ta drekosh atë darkë dhe se si ta paraqesesh atë darkë dhe çfarë të flasësh të vetë kontrollohesh më mirë. Prandaj kjo është ajo që Albën ndonjëherë vetë emocionon, e çon në shpërthime të papërmbajtshme, sepse duket te Alba që ka një personalitet impulsiv, që momente nuk vetë kontrollohet, nuk i kontrollon dot impulsivitetin e personalitetit të gjendjes emocionale, psikologjike të saj, por përsëri kur rikthehet duket se është e vetë përmbajtshme dhe vetë kontrollohet. Por duke qenë se ndjenjat ndaj Limit janë të sinqerta, ajo prandaj arrin në këtë lloj pike dhe ndonjëherë dhe humb dhe arsyetimin e logjikimit për t'u shprehur në mënyrë sa më të ftohtë, për ta paraqitur mendimin e saj apo të folurin e saj, komunikimin e saj në mënyrë më të kontrollueshme dhe më të ftohtë. Prandaj flet ndoshta edhe fjalë që nuk duhet thënë, por në momente të gjithë njerëzit kanë gjendjen momentale që nuk kontrollosh dhe thu fjalë edhe që nuk don t'i thuash ndoshta në ato momente. Por mjafton që të ketë një reflektim me vetveten dhe ajo reflekton si njeri, por në pjesën e Limit, jo në pjesën e tjerëve të banorëve të tjerë. Sa i përket marrëdhënies së tyre pra mes Limit dhe Albës dhe raporteve të fundit dhe krisjes së debateve që kanë pasur kohët e fundit, a mund ta shohim Albën si një viktimë e ndjenjave? Jo, nuk është viktim. Albën asnjëherë unë nuk është se jam tip që besoj shumë tek ndjenjat e një personi që themi po ky njeri ka ndjenja, më të vërtet Alba më ka dukur e sinqert edhe është e sinqert për ndjenjat që ka ndaj Limit dhe mendoj që ndjenja që i ka ndaj Limit që ajo i parapëlqen këtë lloj ndjenja, madje ajo mundohet që ndjenjat e saj të mbjellë edhe më shumë në zemrën e saj, në shpirtin e saj, por në fund më vjen keq për Albën që do dalë shumë e lënduar. Madje do dalin më tepër se sa e lënduar, kur të dalin aty nga i program, ose ndoshta mund të ndahen dhe aty brenda këtij formati, sepse është ai Limi i cili është me dyshje, Limi thjesht po kujdeset pak për Albën që e ka kuptuar se ajo ka një impulsivitet momental dhe ka një shpërthim që nuk e parandalon dot vetveten dhe kthehet pasi i thot ne u ndam, pastaj kthehet edhe e përqafon, e përgdhel me mënyrë edhe me fjalë të buta. Edhe i jep përqafime sikur ta bëjë të ndjehet pak më mirë, por Alba është ajo e cila do dalë e lënduar, edhe Alba është ajo që ka ndjenja pozitive, që i ka dhe të sinqerta kundrejt këtij djali. Manjola, duke e parë lojën deri në këtë pikë pra ku ka arritur, mendon se produksioni ka favorizuar ndonjë nga banorët aty brenda? Deri më tani, të themi të drejtën, nuk mendoj se ka ndonjë favorizim kundrejt një banori, apo të kuptohet se një banor është më i favorizuar se sa tjetri. Unë mendoj se deri më tani nuk edhe mund të ketë, por nuk e kam spikatur në këtë pikë, nuk është e dallueshme dhe nuk është edhe aq e qartë që të dallohet. Edhe ndoshta mund të ketë ndonjë, por nuk mendoj se ka. Të jem sinqert, këta janë të gjithë të barabartë aty, se cili është atëherë më protagonist se tjetri, dhe është lojtar më shumë se sa tjetri, atëherë ai do të fitojë mbi tjetrin dhe kështu me radhë do përcjellin njëri tjetrin, dikush më herët, dikush pak më vonë, dikush derisa të vijë fundi që ta shikojmë se kush është lojtari. Por akoma nuk kam spikatur një lojtar që të themi më të fortin aty, që mund të them po ky është ai si lojtar, nuk e kam spikatur akoma. Ndërkaq si e parë dhe hyrjen e re pra të Nenës nga Peja? E shikova duket një vajzë pozitive në fillimet e para të saj, duket një vajzë e qetë, duket e qeshur, por le ta shikojmë në vazhdim se çfarë është në gjendje të japë Nea dhe ta shikojmë se
se sa lojtare është, sa protagoniste është, me të vërtetë është një muaj me vonesë, sepse kush futet me vonesë, mund të themi ne ka lojën jo të shumë të favorizuar kundrejt banorëve të tjerë, se aty tani janë bërë të gjitha bashkë, janë bërë grumbullimet bashkë, janë bërë ndarjet bashkë, janë krijuar miqësitë, jo se nuk janë të hapur për të krijuar miqësi të reja, me të vërtetë kemi që krijohen, ndoshta ndonjëherë mund të krijohen dhe më shumë miqësi të reja se sa ato të vjetrat. Mund të procedojnë që të kenë më shumë e kohë zgjatje, por në këtë rast nuk më duket tipi atill, më duket e qetë, por s'besoj se do të ketë shumë dinamika për të dhënë si person. Ndërkaj, si e shikon edhe Big Mamën si lojtare? Big Mamin e kam shikuar dhe më përpara, ishte një format që ishte, atëherë nuk la një lezetshmëri shumë të madhe, është një artiste shumë e madhe, por për formatet e atilla unë do ta sugjeroja që mos të futet fare, sepse Big Mama është një person i cili ka një personalitet të shumë të zhvilluar dhe ka një personalitet të cilët nuk e kontrollon veten dhe ka një personalitet shpërthyes. Dhe me të vërtetë tipet që janë si Big Mama nuk i duhen një formatit të atill, mund të jetë shumë e mirë në profesionin e saj dhe nuk e vën në diskutim, sepse unë jam rritur domethënë duke shikuar këngët e Big Mames, por në këto lloj formate nuk më ka pas dukur e përshtatshme dhe kur ishte pjesëmarrje në formatin tjetër dhe tani nuk më duket e përshtatshme fare sepse shpërthen shpejt, çan shpejt, ulëret shpejt, pastaj qetësohet me një mënyrë ti sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë, po të tjerët ato veprimet e tua ty mund të duket të natyrshme, sepse ti e ke personalitetin e tillë, por persona që i ke ti përballë ato përsërit ndërsa ti mund të bësh